Një 37 vjeçar me inicialet GM, banues në Tiranë, u arrestua nga specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor pasi u përfshi në një aksident në aksin rrugor Kryebushat Harku i Brdicës, ku u përplasi 26 vjeçarin me inicialet RG, i cili po lëvizte me biçiklet. Ky shtetas mori dëmtime dhe u dërgua për mjekim më të specializuar në spitalin e traumës. Gjithashtu, specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor arrestuan një 60 vjeçar banues në Kosovë pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Ndërkohë u procedua penalisht një 64 vjeçar banues në Renz pasi u kap duke drejtuar motomjetin pa leje drejtimi. Në Muriçan, policia kufitare ndaloi një 45 vjeçar pasi nga verifikimet rezultoi se ishte shpallur në kërkim nga Drejtoria Vendore e Policisë së Vlorës për veprën penale të kundërshtimit punojësit të policisë së rendit publik. Veprimet e tjera procedurale do të kryhen nga Drejtoria e Policisë së Vlorës. Specialistët për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare referuan materialet në prokurori ku nisi procedim penal për një 51 vjeçar, një 61 vjeçar dhe një 23 vjeçar të tre banues në Koplik për veprat penale ushtrimi një aktiviteti tregtar të paligjshëm ose të paregjistruar në organet tatimore, fshehje të ardhurave dhe punësimi paligjshëm, pasi ushtronin aktivitetin në një vend për parkimin e automjeteve pa regjistruar në organet tatimore. Specialistët për hetimin e krimeve referuan materialet në prokurori për një 21 vjeçar banues në Shkodër pasi ka bllokuar qarkullimin e mjeteve duke parkuar gabim automjetin e tij në lagjen Vasil Shanto. Një 26 vjeçar për shpërdorimin e tokës pasi u konstatua duke kryer gërmime dhe mbushje me inerte pa lejen përkatëse në segmentin rrugor Ura e Bunës fabrika e çimentos. Një 55 vjeçar pasi dyshohet se ushtroi dhumbë psikologjike ndaj nënës së tij. Në Malësi të Madhe, një 41 vjeçare banuese në Tamar u procedua pasi është kallëzuar nga bashkëjetuesi i saj se ka ushtruar dhumbë psikologjike ndaj tij dhe nënës së tij. Ndërkohë në Koplik nisën hetimet për një zjarr të rënë në banesën e një 63 vjeçari që ndollet me banimja shtetit, ku janë shkaktuar fatmirësisht vetëm dëme materiale dhe jo lëndime në persona të tjerë. Dyshimet e para janë se zjarri ka ardhur për shkaqe natyrore. Materialet për të rast i kaluan prokurorisë.